Të gjithë shtetasit shqiptar që kanë probleme me toponimet në pasaportat e tyre mund të marrin frymë lirisht të paktën edhe për një muaj. Ka qenë ky një njoftim zyrtar i palës greke i cili bën me dije se kalimi i qytetarëve të vendit tonë drejt shtetit grek do të jetë i lirë deri në fund të muajit shtator. Problemet e toponimeve kanë sjellë jo pak pengesa në pikat kufitare të vendit tonë si Kakavi dhe Kapshtic, ku me 10 shtetas nuk janë lejuar të kalojnë doganën ose në rastin më të keq, në pasaportat e tyre janë kryer dhe shënime të cilat i kanë nxjerrë të pavlefshme pasaportat e shtetasve shqiptar, ku në rastet më të shumta ato kanë qenë biometrike. Pak ditë më parë, në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, u kryen me 10 kthime nga ana e policisë greke, ndërsa lejoheshin të kalonin vetëm ata persona, kryesisht fëmijë, që kishin vendlindje kryeqytetin grek Athinë. Pavarësisht se jemi pjesë e zonës Schengen, problemi mbi toponimet është faktor jo pak i vogël që jo vetëm vështirëson, por dhe bllokon lëvizjen e shtetasve shqiptar, të cilët për vite me radhë kanë hasur pengesa dhe persekutime pranë sporteleve të doganës greke në çdo qytet të jugut të Shqipërisë ku ato ndodhen.